Sot bota është e trazuar. Luftrat të përgjithshme vazhdojnë të shkaktojnë vdekje dhe vuajtje. Frika e së nesërmes mbulon popull të tërë, pasiguria troket kudo. Në mes të kësaj sujie, Krishti i ngjallur përsërit paqen e ju. Ky nuk është thjesht një urim mirësjellje shoqërore, por është një realitet ontologjik. Vdekja u mund. Dhe nëse u mund vdekja, atëherë çfarë mund të na trazojë më? Paqja e Krishtit nuk është mungesa e problemeve, është prania e Perëndis brenda problemeve. Mbi kryqin e Golgothas, Krishti u përball me të gjitha pasionet e njerëzimit. Lakmia e parave e tradhtoi nëpërmjet Judës. Smira e dorëzoi te Pilati. Pushteti i trembur dhe i korruptuar e dënoi. Krenaria e talli, urrejtja e gëzhdoi në kryq. Të gjitha pasionet shpërthyen mbi të, me tërbim, sikur bota të donte ta vriste vetë Perëndi. E megjithatë, në kryq, pikërisht atje ku ligësia mendoi se triumfoi, Krishti nuk kërkoi hakmarrje. Ai thirrri: "O Atë, falje ata, sepse nuk dinë ç'bëjnë." Me këto fjalë nuk mundi thjesht vdekje, mundi rrethin vicioz të ligësisë, mundi logjikën e hakmarrjes që ushqen çdo luftë, çdo rrethje, çdo përplasje të errët në histori.